Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dhënë një paralajmërim të qartë për qeverinë shqiptare. Çdo formë paqeje fiskale që përfshin falje detyrimesh, pezullime auditimesh apo marrëveshje vullnetare për tatimet minon sistemin dhe zhbën përparimet e administratës. Pas misionit të zhvilluar në vendin ton pak ditë më parë, FMN ka dalë me një deklaratë zyrtare. Misioni i drejtuar nga Anke Weber zhvilloi konsultimet me autoritetet shqiptare dhe konkludoi se vendi qëndron mbi një bazë solide ekonomike, por sakrificat fiskale që propozon qeveria mund krijojnë një vrim serioze në buxhet dhe të dëmtojnë besueshmërinë e shtetit. FMN thekson se Shqipëria po rritet me ritme të larta me inflacion të ulët dhe borxh publik në rënje. Pavarësisht këtyre treguesve pozitiv, ekipi deklaron se rreziqet janë rritur, sidomos nga modeli ekonomik i fokusuar te turizmi dhe nga presionet e brendshme mbi pagat dhe çmimet e aseteve. Ekspertët nënvizojnë se vendi duhet forcojë menjëherë hapësirën fiskale, kjo kërkon rritje të ardhurave të qëndrueshme dhe shpenzime më të sakta, jo falje dhe amnisti. Raporti kritikon drejt për drejt propozimet për marrëveshjen e paqes fiskale. FMN deklaron se këto mekanizma ulin pajtueshmërinë tatimore, dobësojnë auditimin dhe dëmtojnë besimin te administrata. Sipas stafit të FMN-s, Shqipëria duhet të reduktojë përjashtimet tatimore, të modernizojë taksimin e pronës dhe të forcojë administratën tatimore për të shmangur rënien e të ardhurave. Institucioni shton se këto forma mund të sjellin deri në 2% të prodhimit të brendshëm bruto, të ardhura shtesë deri në vitin 2030, një shifër që qeveria nuk mund ta kompensojë me falje detyrimesh. FMN vëren se presionet mbi shpenzime do të rriten ndjeshëm pas vitit 2030. Rritja e pensioneve, detyrimet e NATO-s dhe investimet e domosdoshme në arsim, shëndetësi dhe klim do të kërkojnë financime të qëndrueshme. Ekspertët kritikojnë bonuset e gjera për pensionet dhe i cilësojnë si masa të rrezikshme që vështirësojnë tërheqjen e mëvonshme dhe ulin raportin kontribut përfitim. Institucioni rekomandon rishikime të rregullta të shpenzimeve dhe transparencë më të lartë për PPP dhe detyrimet jashtë bilancit. Deklarata prek edhe sektorin financiar, kreditimi i shpejtë i pasurive të paluajtshme dhe mbajtjet e larta të borxhit sovran nga bankat kërkojnë monitorim të kujdesshëm. FMN kërkon standarde më të forta mbikëqyrëse dhe rishikim të lehtësimeve që nuk përputhen me normat ndërkombëtare. Në pjesën e fundit, misioni i FMN-s thekson se Shqipëria nuk mund të arrijë produktivitet më të lartë pa reforma të thella në arsim, treg pune dhe qeverisje. Institucioni kërkon forcim të luftës kundër korrupsionit, staf më të mirë të autoriteteve të konkurrencës dhe mbështetje të plotë për SPAK-un.